tani po klikoj edhe po I fshi kët. Shikoni duke klikuar mbi këtë e fshita, delete duke klikuar në tastier. Hapi tjetër, vend këtu edit që ishmi më herët, tash po klikoj këtu browse. Këtu na shfaqen disa të gatshme që I ka Adobe Premiere Pro. Për shembull, nëse klikoj kët dhe marr drag and drop e çoj këtu, edhe mundit më u shfaq kjo që për shembull nuk I keni fontet që janë të përdorura këtu ju nuk I keni. Klikoni OK, më thonë s'ka lidhje. Edhe tash shikoni. Ku dalbi është fjala për kët. Nëse marr e qes mbi CS tu jo mi kët e shoh me këtu tekstin. Ndërsa kjo është me animacion. Te effect control mund me pa këtu edhe animacionin, për shkak ç'është I bën këtu. Shikoni. Klikoj space e vrejt animacionin. Nëse du me kliku tekstin, tash na kena bu browse e kena zgjedh kët. Nëse shkomi te edit, këtu na shfaqen layera që janë të përdorura këtu. Për shembull, me kliku këtu, your title here, me kliku dy herë këtu, apo duke marr tekstin edhe duke klikuar këtu me editu kët. Për shembull, këtu me kliku dy herë, shikoni selektohet teksti edhe më njëherë me shkru. Për shembull, shkoj këtu gjithmonë te shigjeta, shkoj për me bo lëvizje. Tash për shembull me vendos këtë film të klipit edhe me lëshu nga fillimi me bo për shembull play. Shikoni si dal. Këtu te efektet kemi domethënë shumë lloje ndryshme, kështu që juve ju mbetet që ti provoni secilën. Ku keni kohë e provoni secilën, që pastaj kur keni me bënë projekt e dini saktësisht çka ka këtu edhe cila mundet me qenë më e përshtatshme për juve.